Nuk ishte për procedurë. Ishte për replik, zoti Leska, ju lutem, tani ju lutem. Ka radhë, ka dhe balancë ndërmjet grupeve. Ju lutem mos ndryni, prisni do t'ju vi radha. Të gjitha këto janë thënë edhe janë stërthënë. Dhe ajo që duhet thuhet tani, dhe nuk do ta personalizoj, po të them nuk janë ligjet problemi, nuk janë mënyra se si ne interpretojmë sistemin, por është mungesa e guximit problemi kryesor i cili sjell edhe pasojat tjera. Mungesa e guximit civil, mungesa e guximit politik, integriteti për të qëndruar atëherë kur mendon se gjërat duhet ndryshoj, dhe jo sepse je në opozit dhe duhet patjetër të nxish kundërshtarin me çdo kusht dhe me çdo çmim, por sepse ke guximin së pari të bësh analizën e shtëpisë ku je. Dhe unë besoj që ne nuk duhet analizojmë protestuesit, as duhet i linçojmë, as duhet merremi me ta, as duhet i akuzojmë, përkundrazi, ne analizën nuk duhet ta nisim nga kundërshtari, por duhet ta nisim nga vetja. Dhe sërish po e pyes, e ka guximin Sali Berisha ta ndryshoj sistemin elektoral që e mban atë në kryet një partie që e ka frikë dhe asgjë tjetër. E ka guximin deputetët e rinj për të cilët kam respekt disa prej tyre t'i thonë boll ma, se nuk është ko bajlozësh, se ka 35 vjetë që lozin bajlozin, unë dhe askush, dhe mbajnë peng partit politike, e kanë guximin apo jo që të çlirohen nga bajlozi, po apo jo, dhe a i vetë, a e ka aq sens, sepse Shqipëria i ka dhënë gjithçka, e ka bërë kryeministër, e ka bërë president, e ka vënë në krye të vendit, a ka i guximin thot, koha ime ka mbaruar dhe nuk ka më nevojë për heronj, por ka nevojë për njerëz normal që drejtojnë këtë vend, dhe për ca të tjerë që kanë guximin të thonë boll. Kaq, e ke apo se ke guximin flamur, se këtu bën trimin foltore, e ke guximin të kuptosh kur koha ka ndryshuar dhe nuk fal askënd. Zoti Berisha, për procedurë. Për procedurë. Edhe replik, po. Jo, do të dali aty. Të dashur qytetarë dhe qytetare, thelbi i krizës së rëndë që ka kapluar vendin, i revoltës më të fuqishme popullore nga vitet 90, qëndron në faktin e thjesht, por themelor, se ju nuk përfaqësoni qytetarët, se ju nuk keni legjitimitet, se ju nuk keni ardhur nga vullneti tyre i lirë, por jeni produkt monstruoz i kontrollit me të gjitha mjetet e krimit të vullnetit të qytetarëve shqiptarë. Edi Rama, kreu i juaj, akuzohet kontarisht dërkontarisht se në 140 fluturimet e tij ka transportuar tonelata euro, mundet dhe drogë, dhe ju refuzoni Komisionin Hetimor Parlamentar, refuzoni të përballni me dokumentat që faktojnë se në fluturimet e tij ai ka transportuar valixhe diplomatike më shumë se të gjithë qeveritë europiane të marrë së bashku. Ju nuk përfaqësoni
qytetarët, por përfaqësoni njeriu, i cili sa po u bë kryeministër në raportin e OSBE-dirit, OSBE-s, u tha se kishte transportuar në bankat offshore 200 milion euro. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, por përfaqësoni njeriu që u bë kryeministër me sarajet e tij të Surrelit, me piramidën e vërtet ku deklaron të se është bler toka me 2 euro në kohë kur ishte çmimi minimal 25 euro, kur vetëm pigmenti i vilës i sarajeve ka kushtuar mbi 100.000 euro, ku janë përdorur teknologjitë dhe materialet më të kushtueshme. Përfundoni, ju lutem. 8.500 metër katror. Ju në përfaqësoni qytetar, përfaqësoni njeriu që në martesë mori një pallat 5 katësh. Në pajt pas një faturë tatimore doganore çfarë do lloj. Dhe që kur institucioni i LDKP-s nisi hetimin në mënyrë antikushtetuese shkarkoi atë. Ju nuk përfaqësoni qytetar, përfaqësoni vjedhjet monstruoze të zyrtarëve. Përfaqësoni vendimet e tij për t'i dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror, për t'i dhënë karnës së tij në mes Tiranës 4.500 metër. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, përfaqësoni vjedhjet e tij për të plaçkitur pasuritë publike në mënyrën më të pamëshirë. Përfaqësoni 140 milion euro të vjedhura tek djegësi Tiranës, të zhdukura. Përfaqësoni 600 milion euro të përvetësuar nga familja e tij dhe ai merr gjysagasin dhe akshin e tij, lindat e tij. Përfaqësoni dosjen Balluku, edhe ty, Plumbesh, ty nuk të hangri parimësia, po ty të hangri lubia, se ishte me fortë se ti. Plumbesh, je sinqert me veten tënde, se unë dhash një paralemrim kur na erdhe e veshur si nuse këtu. Para se kujtove se ishte ditën e fundit, harrove se ajo do bëjë dita e fundit e jotja, po vazhdo. Përfundoj koha. Përfundoj koha, zoti Berisha. Përfundoni, zoti Berisha. Përfundoni, zoti Berisha. Mirë kulturore, trashëgimin natyrore të shqiptarëve. Atëherë, çfarë doni ju këtu në parlament? Po shumica juaj e keni vendin në burg dhe me të paktën minimumi 25 vjet për kokë. Minimum 25 vjet për kokë. Po ti Byxhosliu që qesh. Përfundoj koha, zoti Berisha. Ju lutem. Ju lutem, përfundoj koha. Koha përfundoj. Fjala për procedurë, zoti Blendi Klosi. Ju lutem. Zoti Berisha mbaroj koha, ju lutem.